Kundërshtarët e ligjit që legalizon martesat e homoseksualëve në Francë zgjodhen finalen e turneut më të madh të tenisit French Open për të protestuar ndaj vendimit të qeverisë franceze. Finalja u shoqërua me thirrje për dorëheqjen e presidentit François Hollande, ndërsa shumë spektatorë në radhët e para mbanin parrulla ku akuzoi Franca për cënimin e të drejtave të fëmijëve. Një person me maskë gjysmë i zhveshur tentoi të ndërpriste finalen kur ndezi një flagadan, por një roje sigurie ndaloi atë teksa i afroi fushës së tenisit, ku luaj finalja mes Rafael Nadal dhe David Ferrer. Personi u largua më pas nga fusha. Drejtori i turneut Gilbert Niserne cilësoi protestën patetike dhe shtoi se nuk donte t'u bënte më shumë publicitet njerëzve që nuk kanë respekt për sportin dhe sportistët. Përpara incidentit, finalja ishte ndërprer për pak momente nga thirrjet e protestuesve. Kjo ishte hera e dytë në 5 vjet që një person arrinte të hynte në fushën e lojës gjatë finales së meshkujve. Në vitin 2009, një person i veshur si toreador u përball me Roger Federer, por u ndalua nga rojat e sigurisë.